drejtuesi i ri i SPAK pritet të zgjedhë në 11 dhjetor apo jo kredi? Pa. Kush tani ti I ke thënë një herë këtu, po edhe një herë unë dua, sepse ndryshojnë gjërat me dite, me momente. Do pyesë Kush janë kandidatët që do të intervistohen, cili ka më shumë shanse? Spjegon një nga një kandidatë dhe karrierat e tyre. Shkurt. Atëherë po nisë nga vetmja grua që kandidon, është Doloreza Musa Belliu, e cila për herë të parë është risi në garë, sepse në 2 herë të mëparshme ne nuk kemi patur një kandidate grua. Pra në kohën që u zgjodh zoti Kraja si drejtues I pari SPAK dhe më pas në kohën që u zgjodh zoti Dumani, nuk ka patur asnjë grua në garë. Kjo është hera e parë që kemi në garë për kreun e një strukture kaq të rëndësishme dhe kaq të përfolur një grua. Zonja Musa Belliu ka qenë prokurore e prokurorisë për krime të rënda për vite më radh, kaloi procesin e vettingu dhe më pas u emërua në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë në sektorin kundër krimit të organizuar dhe ka goditur disa organizata kriminale, përfshirë ka dosjen plumbiart me të penduarin e drejtësisë Nurettin Dumani dhe ka goditur edhe 2 nga organizatat më të fuqishme në qytetin e Elbasanit në këndvështrimin tim, organizata e vëllezërve Franz Hajdar Çopja, një organizatë që kishte arritur të shtrinte tentakulat në vendet jo vetëm europiane, Shqipëri, administrate tjera me radhë, por Gjia mund I veçojë kur thot zonjën Klodi, mund ta nxjerrim atë se do I nxjerr të gjithë. Se ajo kuptohet që zonjë, po të tjerët pastaj janë zotrinj. Ndërkohë që organizata tjetër është organizata që drejtohej nga vëllezërit Alibej, që ne e përmendëm pak më herët, pra pas vrasjes së Endrit Alibej, drejtimin e mori Erion Alibej. Pra kjo është dosja, nëse mund ta them, gjevahiri I prokurores që ka hetuar gjatë kohës që ka qenë në prokurorinë e posaçme. Por shenjat janë që kjo prokurore nuk do zgjidhet apo jo? Unë këtë nuk e di se këtë do ta përcaktoj KLP-ja, nisur edhe nga shumë balanca. Sa janë gjithsej tani? 4 kemi. Kërcënimi nga grupi. Po, edhe kërcënimi që ka qenë në vënë në shumë. 4 kemi gjithsej. Nga Laer Taxhiu, një ndër njerëzit më problematik në qytetin e Lushës, që arrestuar dhe dënuar me burgim përjetshëm. Prokurori tjetër është Elvin Gokaj, ka qenë prokuror në Elbasan. Nga Elbasani u zgjodh strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, është zotëria I vetmi me syze. I vetmi me syze, po. Gokaj ka hetuar në prokurorinë e posaçme dosjen Buka, që është më përfaqësues. Mos I lëvizni ato se bërgabimoni se janë me emra fotot. Ka marrë të pandetur ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj dhe është duke vijuar ndërkohë hetimin edhe për një pjesë tjetër. Klodian Braho është shefi sektorit për... Ka dhe akshin kë? Kush? Jo, nuk e ka më, po gjithsesi e kishte dikur. Po nuk e ka më. Kështu që them mos e ngatrojmë atë, se është pak më e koklavitur, nëse do të flasim për akshin, na thret Yllir Akipi një emision tjetër, se është një çështje goxha me pesh. Mund ta bëjmë këtë. Është goxha me pesh, por nuk e ka Gokaj, kështu që po e sqaroj. Zoti Braho është në sektorin ka qenë edhe në krimin ekonomik, korrupsion të zyrtarëve të lartë, por është edhe tek krimi organizuar, sepse ka kaluar nga njëri sektor në tjetrin. Një ndër dosje që ka patur së fundmi është ajo e Toyota Auris, ku është arrestuar ish drejtuesi I prokurorisë së Vlorës, një ish hetuese e prokurorisë për krime të rënda, dhe janë shpallur një kërkim një biznesmen dhe po ashtu I arrestuar, ose më saktë u dorëzuar një avokat, që konsiderohet si dosja ndër dosjet më të rëndësishme që ai ka patur për shkak të peshës që kishte dosja, një si profesionist në mesin e prokurorëve, ka qenë prokurori që ka arrestuar dikur Shpëtim Gjikën në nisjet karrierës së vet në qytetin e Vlorës, sepse nga aty ka nisur në një farë mënyrë të jap edhe shkëndijat e para si prokuror, ndërkohë I radhës është Adnan Xholi dhe sigurisht pa një peshë të rëndësishme. Adnan Xholi është prokuror karriere, ka qenë dikur te krimet e rënda, ka qenë disa herë në postin e drejtuesit dhe shefit të sektorit, ka hetuar një sër çështjes të rëndësishme. Drejtorisë gjyqësore në prokurorinë e përgjithshme 2018. Dhe më pas ka hetuar një sër dosjesh në prokurorinë për krime të rënda që nga masakrat e vitit 1997, siç ishte masakra e Cërrikut apo e Qafgjashtës. Aktualisht ka hetuar përgjithsisht krimet e kryera nga banda e Durrësit. Është një prokuror në mbrojtje prej një kohe të gjatë bashkë me familjen e tij për shkak kërcënimeve që ka patur nga disa grupime kriminale. Pra ky është profili 4 kandidatëve. Ju do të thoni cili është emri, për SPAK askush asnjëherë për asnjë arsye nuk mund të jap garanci, sepse aty lëviz gjithçka me një vot. Janë 11 antarë, të cilët në datën 11 dhjetor do të ulen, do të dëgjojnë kandidatët sipas rendit alfabetik dhe do të votojnë por në të njëjtën mënyrë brenda asaj dite.
që sigurisht do t'jenë në syrin e partnerëve ndërkombëtar, do t'jenë në syrin e politikës, do t'jenë në syrin e medias. Më vonë kam një pyetje për këtë. Në syrin e politikës, sidomos politikës ndërkombëtare. Në fund fare atë votën kaq do të thoshë, në fund fare atë tek vot e kontrollon ambasada amerikane siç e kontrolloi 3 vjet. Askush nuk të jep garanci për atë. Se të bëjmë sikur nuk ishim këtu. 3 vjet më parë. Jo, do të shpres pak më poshtë. Jo, 3 vjet më parë Altin Dumani nuk kemi të njëjtën, jo, po nuk kemi të njëjtën Amerikë. Më lejo të zbres pak më poshtë. Jo, vetëm 2 fjali kam. Po jo, po mos fol këtë Amerikës, po jo pra. Se do flas më vonë. Mirë. Ke gjë tjetër për këta? Kandidatët, si këto që përshkoj... Nga të gjithë kandidatët në mënyrë personale, një vetëm Andan Xholin, e kam njohur që kur ka qenë prokuror i rrethit Gjirokastër në vitin 1998, aty e kam njohur në çështjet më të rëndësishme që kishte Gjirokastra aso kohë, të tjerët nuk kam patur asnjëherë, domethënë i kam parë vetëm në salla gjyqi, nuk kam patur ndonjëherë ndonjë komunikim në intervistime sipër, kanë qenë me më largë Tiranës, nuk kam patur kur në një kontakt me ta për të kuptuar mënyrën e tyre, vetëm me zotin Xholi për arsye të punëve të shpeshta që jugu i vendit kishte në atë kohë. Mendoj që ka lëvizje dhe ujëra që ndërkombëtarët do ta përcaktojnë siç e përcaktuan 3 vite më parë. Ka një gjë kësaj radhe që nuk bëhet fjalë në përzgjedhje midis një kandidati preferuar nga amerikanë dhe një kandidati. Jo, po të mos, do më lejosh të zbres se e ndalova, po të them për këta të 4, ti çfarë di një gjë, që ta veçosh? Foli Klodi dhe... Unë di këtë gjë, që të 4, për të 4, që kam pyet dhe çfarë informacione kam marrë të gjithin pozitiv, për të 4. 4. Është gjë shumë e mirë, nuk e di tani se si lëvizin gjërat, më i pjekur i duket Xholi, për shkak edhe të aktivitetit që ka pas në drejtim. Nuk di të them tjetër, sepse edhe nuk kam, si njoh asnjërin dhe s'kam kontakt me asnjërin. Tëra ti mendon një. Atëherë të zbresim këtu ku u tregua pak Bregu si shtetanik. Kur u zgjodh Altin Dumani, tha Bregu, të cilin unë e kam skadetuar këtë si pyetje, ishte qartë se preferoi nga amerikanët. Madje Yuri Kim vajti dhe në mbledhje. Po shkonte nuk do t'ishte Altin Dumani. Po të mos ishte aty. U qua, jo, jaku, keni këtu, edhe shkojnë mbledhje. A do fitoj më i mirë. Po këtë herë, dini gjë këtë duan amerikanët. Prapa ta. Ambasador këtë radhë. Po jo, po ka problem. Jemi të ngarkuar me punë. Besoj se për shembull, ta zëm për një moment që s'ndot kurrë, se nuk, për një fshat si Shqipëria nuk merret presidenti. Po këtë president që ka ardhur në Amerikë, për shembull, mund të thosh të rivendoset Altin Dumani. Po nuk do Dumani. Pastaj do thosh për shembull të nesmen të vendoset Xholi. Çfarë do thosh? Pastaj do thosh po prit këtu që nga një zonjë të vendoset kjo. Siç po ndodh me të tjerat më. 28 pika në Ukrainë dhe zgjidhet problemi thotë. Aty dorëzohet gjithë Ukraina ose thotë gjë tjetër. Pra kemi një Amerikë me këtë që ju përshkova unë, kemi një Amerikë tjetër. Nuk është Amerika që njohim deri sot. Një Amerikë që merrte vendimet e gjithë botës.